Kjo është një gjendje katastrofike që na ka bërë dalja e lumit tek serat, të gjitha kulturat, jo vetëm tek serat tona, po edhe tek kulturat e tjera. Po kryesisht puna më e madhe dhe më e arsyeshme që na duket neve është tek serat tona që ka arritur niveli gjerë në 2 metra, ose ja mbuluar krejtësisht. Këtu shikohet edhe vetë me sy, nuk është nevoja të flasim shumë. Çdo gjë këtu për neven na prurit e shumë dhe të lumit, se ky lum nuk krahasohet vetëm në vitin 1971, se ka dalë edhe në 2003, ka dalë në 2016, po nuk ka dalë në kaq sasira ose të ketë pasur kaq prurje të mëdha. Këto prurje që ka pas kësaj radhe neve na ka shkatëruar si fermer. Këtu janë rreth 200 ca hektar lule shtrydhe që e mbizotrohen nga ujë, një pjesa më shumë se një pjesë që e ka mbjell nga ato stratë e lartë, se ka kapur janë ndryshe. Po këtu llogariten përafësisht të 100 hektar me çfarë them unë, po do bëhet një vlerësim se sa të dalë reale sa është përmbytur. Rreth sa fermer prekeni? Tu preken me afërsi mbi 60-70 fermer. Vetëm ne këtu jemi gati 30 fermer, 40 fermer të kësaj gropës këtu. Po të tjerët akoma që janë pa mbledhur dhe nuk din gjë. Ju na gjetën në këtë pikë këtu ku jemi mbledhur çereku i fermerëve. Megjithatë do të thosha nuk është kjo. Problemi më kryesor është se çfarë do të bëhet me këtë lule shtrydhe dhe çfarë do të bëjmë ne si fermer. Lule shtrydhja tashmë është në fazën e Lule shtrydhja ishte në fazën e prodhimit, domethënë ky ishte viti, domethënë muaj janar, shkurt deri në mars, sepse ajo lulëzon 2 herë deri në 3 herë. Tani lulëzimi i parë ishte ky me kokra, me të gjithë prodhimin që ajo ka në vetvete, që ne këtë do ta vilim për rreth 3 muaj, gjerë muaj mars, kjo fazë përfundon dhe kjo fazë e prodhimit. Për mendimin tim, duke konsultuar me shokut, më mirë ky lumi vallai të kishte zënë në muajin mars se sa na kapi tani. Tani na shkatërroi komplet, na shkatërroi neve si fermer dhe ne po luftojmë që të ruajmë më tepër bimësin, që mos ta ikim, mos ta se varet edhe nga gjendja e ujit që rri. Nëse ky do vazhdoj të rri e 4-5 ditë, po shikojmë që po ikën, po lëviz. Tani puna jon do të justifikohet ose jemi të angazhuar që ta shpëtojmë bimën. Kjo është kryesorja. Se kokrat, lulet, çan këto kanë mbaruar, jo për mendimin tim, po e kemi provuar se ne kemi një provojë shumë vjeçare. Unë bëj rreth me gjithë Greqia, me gjithë rreth 35 vjet. Po bëj 15 vjet këtu 20 vjet. Personalisht juve sa ju llogaritet dëmi e përkthyer në shumë financiare? Shiko, ne nuk flasim paraprakisht të themi që unë më bën 40 milion, apo më bën 30 milion, apo më bën 20 milion.